Sa i përket deputetëve individual, ne nuk kemi marrëveshje. PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot refuzuan që të hapin rrugë përpara dhe të zhbllokohet procesi. Sa i përket deputetëve individual, ne nuk kemi marrëveshje. Por ne kemi dëgju deputet individual që kanë dhënë intervista tek ju, tek mediat. Pra prononcime publike që kanë shpreh vullnet që do të ishin të gatshëm të hapin rrugë, mirë po është shëndrimi i subjektit. Besoj ju takon, jeni ju gazetar, ju takon që se nuk dua ti potencoj dhe ti theksoj me emra përveçëm. Por megjithatë, ekziston mundësia për të hapur rrugë përpara. Ne kemi ftu partitë në konsultime, njëra ka refuzu që të vej, tjetra që ka ardhët, neve në takon me kushtetut, pse me diskutu pozitën e nënkryetarit, pra edhe neve në takon pozita kryetarit, pse me diskutu me parti tjera, por esenca është që kushtetuta e kërkon që kryesia e vendit, e kuvendit, pra të konstituimi i kuvendit të bëhet me 3 partit më të mëdha. Këta janë nënkryetarët që vinë prej 3 partive më të mëdha, dhe siç e dini 2 nënkryetarë tjerë janë pra nga partitë e komuniteteve jeshumicë. Pra kushtetuta e përcakton që duhet të ketë një diskutim dhe të akordim mes këtyre 3 partive më të mëdha për konstituim të kuvendit. Procesi votimit të qeverisë, pastaj është një proces i veçantë tjetër, ku aty pastaj ka koalicion qeverisës. Por sa i përket konstituimit të kuvendit, nuk ka tabore pozit-opozit, ka tabore 3 partit më të mëdha janë përgjegjëse për themelimin e kuvendit. Këtë rast kemi refuzim. Patëm edhe opsionin që ofruam. Sot po ashtu e refuzuan, pra duhet të theksohet edhe një herë, të gjithë qytetarët duhet ta dinë. PDK, LDK, AK dhe lista serbe sot refuzuan që të hapin rrugë përpara dhe të zhbllokohet procesi. Vota është e fshehtë dhe aty nuk dihet kush voton për, kush kundër dhe kush abstenon. Pra as ne nuk mund ta dimë dhe as partit tjera, pra të deputetët të cilët ju takojnë atyre partive nuk mund ta dinë. Pra kjo është e mira e kësaj pune. Që me qenë se ka anonimitet në votimin e fshehtë, vota është e lirë. Pra ku ka votë më të lirë, sesa në një proces të votimit të fshehtë, ku secili deputet është i lirë ta shpreh mendimin e vet. Pra, sepse ne kemi pse se kemi bën nga fillimi, kjo ka qenë sepse ne kemi shpresuar që do të ketë mirë kuptim dhe do të ketë racionalitet në veprimet e opozitës. Por po shohim që deri më tani, pra këto sjellje, këto veprime nuk janë racionale. Domethënë të kundërshtosh çdo gjë. Nuk është racionale. Nuk ka ndryshuar, nuk ka ndryshuar asgjë, është vetëm si them tentativa jon për të gjetur rrugë përpara për zhblloku procesin. Pra po e shohim që një grup, pra një subjekt politik në vazhdimsi po provon zhbllokimin e procesit, ndërka që shohim grupe tjera që në vazhdimsi me çfarë do propozimi tentojnë ta bllokojnë. Kemi pas ndryshim edhe të votave kundër, siç e dini. Pra ka pas prej 46 apo 47 vota ka rënë 41, pastaj u kthy në 44. Pra ka ndryshime të votave. Megjithatë, pra duhet të pajtohemi, besoj këtu s'ka dilema, që votimi i fshehtë në mënyrë anonime është vota më e lirë e mundshme, pa asnjë interferencë dhe pa asnjë presion ndaj deputetit individual. Ndërka që në formën e hapur, patjetër që partitë opozitare kanë presion mbi deputetët e tyre, gjë që është kundërkushtetuese. Kundërkushtetuese është edhe mos pjesëmarrja në votim, sepse gjykata kushtetuese në aktgjykimin e vet ka thënë që gjithë deputetët duhet të deklarohen me votë për, kundër ose abstenim, pra pa më rastin që deputetët e PDK, LDK, AK dhe lista serbe nuk janë të interesuar të zhbllokojnë procesin.